Përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se vini në Kush Paguan. Teksta festat afrohen duket sikur qyteti bëhet më i bukur, po ashtu qytetarët janë disi më të lumtur në fytyrat e tyre. Por çfarë është kjo? A është marketingu që ka një rol të rëndësishëm apo është emocion edhe vërtet familja shqiptare është më e bashkuar dhe qytetarët më të prirur për të festuar dhe për të qëndruar të gëzuar? Për këtë diskutojmë mbrëmjen e sotme. Me mua në studio është Adela Kalanxhi, mirë se vjen, kënaqësi, ekspert e marketingu, Ylber Sheu, menaxher marketingu, mirë se vjen, Arlind Zoto, ekspert marketingu, kënaqësi t'ju kem gjithëve në studio. Zakonisht në këtë panel diskutojmë gjithmonë për marketingun, por marketingu gjatë festave të fundvitit kryesisht duket sikur intensifikohet. Çfarë ndodh aktualisht? Zbukurime, atmosferë mirë, muzikë, çfarë ndodh? Ka marketing të shtuar, ndërkohë që vitet sa kalojnë edhe zbukurimet e festave të fundit fillojnë më shpejt, apo nga ana tjetër ka emocione dhe kështu priten festat? Si e mendon Adela? Janë të dyja bashkë. Janë dyja bashkë. Është një periudhë ku dihet që njerëzit shpenzojnë dhe rritet dëshira për të shpenzuar, për të blerë diçka të re, është edhe traditë ku ne si shqiptarë kemi dëshirë që viti i ri na gjej me një gjë të re, sepse tregon që viti që do vi më mbrapa do jetë më shumë bereqet. Dhe nga ana tjetër bizneset që kanë deri diku indoktrinuar dhe shfrytëzojnë këtë le të themi traditë që nuk është vetëm e jona, po është në të gjithë botën. Fillon në fakt që në fundin e nëntorit Edhe pak më herët, për shembull nëse shikojmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fillon që kur lançohet Amazon Prime Day, që bëhet në Ami dhe pastaj Black Friday, që po bëhet dhe në Shqipëri dhe po jepet më shumë fokus se sa festave të nëntorit. Dhe nëse futemi te traditat e familja dhe te nostalgjia, nuk e di se sa e vlefshme është që t'i jepet më shumë fokus Black Friday me qëllimin për të shitur dhe për të boshatisur magazinat, duke harruar atë emocionin që mund të jenë festat e nëntorit, që qëllon rastësisht në të njëjtën ditë. Patjetër që buxhetet janë më të larta, në momentin që buxhetet janë më të larta, njerëzit futen atë valën e shpenzimit edhe të gjithë luftojnë për të marrë vëmendjen e njerëzve. Kështu që patjetër buxhete më të mëdha, njerëzit blejnë më tepër. Blerje dhe shpenzime më të mëdha. Dhe emocioni është më i madh. Është emocioni, pra. Po, mendon se të gjithë bizneset në fakt kanë gjithmonë një ritëm më të shtuar të buxhetit të tyre në periudhën e dhjetorit. Unë mendoj që çdo kategori biznesi e rrit atë buxhetin e tij, edhe nëse nuk është pjesë e konsumit ose ku diun, përpiqen gjithmonë që të jenë prezent me spotet e tyre, qofshin festive, qofshin uruse, që të vinë më ëmbël edhe të rinë në memorien e gjithë atyre që i shohin. A është marketingu emocion, Arlind, si e mendon? Patjetër që është emocion, sidomos dhe për pjesën e festave, mendoj që njerëzit blejnë për dy arsye, ose se kanë një problem për të zgjedhur, ose pastaj nga ana emocionale, sepse kanë një dëshirë të paralizuar. Dhe për më tepër sidomos për pjesën e festave, kjo dëshirë është dhe më e lartë dhe jam më të predispozuar, po themi, për të shpenzuar, për të bërë blerje online, për të vajtur nëpër dyqane, për më tepër dhe atmosfera festive dhe duke qenë dhe psikologjia që të gjithë mund të blejmë dhe duke qenë dhe se gjithë kompanitë e tjera kanë, po themi, oferta ditore ose oferta javore, kanë një nxitje, kanë fushat javore, kanë një nxitje më shumë për të bërë një blerje dhe ndihen më të mirë dhe e justifikojnë blerjen me idenë që okay, se janë festat, okay, se të gjithë po blejnë dhe patjetër mund të kapim dhe oferta më të mirë. Ndikohet kjo edhe me mbylljen e vitit që duke qenë se viti po mbyllet, të shpenzojmë këto para. Vjen edhe me emocionin, sepse përgjithsisht festat e fundvitit kanë atë që duhet të dhurosh diçka, duhet të bësh një dhurim dhe domosdoshmërisht që do blesh më shumë. Gjithmonë është ajo që nuk do shkoj duar bosh, po vjen fund viti, dua të blej një rrobë të re që vitit më gjej mirë, do t'i bëj një dhuratë Klaudias, nuk mundet që viti që vjen duke pas një miqësi kaq të mirë mos na gjej, pra shtohet e gjitha kjo. I jep një ritëm tjetër edhe një energji tjetër. Unë mendoj që festat e fundvitit janë emocion për gjithë, edhe për kompanitë vet ndonjëherë. Po flasim qofshin në dekor, në biznese të cilat janë që i dedikojnë homi, që dedikojnë dekorit ose të gjitha me radhë, e kanë emocionale më shumë. Gjithmonë pririn që të bëjnë spote që lidhen me familjen, lidhen me largësinë me familjen, me dashurinë që t'jep fundviti, me bashkimin familjar, rriten ato buxhetet për të shtuar blerjet e dekoreve, që dekorohet sa më bukur shtëpia, dekorohen sa më bukur tavolinat. Pra lidhet çdo gjë me emocionin, mendoj, në festat e fundvitit. Dhe për përfitim, po, mund ta jo vetëm në festat e fundvitit, por është bërë një studim edhe në sjelljen konsumatore që nostalgjia është ajo që e nxit një përdorues që të marrë një përdorues. Unë fikam pota digjitale dhe po një përdorues. E nxit një klient të marrë një vendim më shpejt kur ndihet nostalgjik për diçka. Dhe në prag të festave të fundvitit kompanitë nxisin akoma dhe më shumë nostalgjinë e familjes, nostalgjinë e të mbledhurit siç mblidheshim dikur, që të gjithë prisnim njëri tjetrin për
të ngrënë drek apo për të ngrënë darkë, që tashmë e kemi lëshuar pak si traditë dhe na i kujtojnë që duhet mbledhur se është mirë që të mblidhemi sa jemi. Dhe kështu pastaj shiko shokun edhe bli, domethënë. Kjo është globale pastaj. Po, si e mendon Arlind, festat e fundvitit, duke marrë parasysh edhe të gjitha buxhetet që shkojnë për marketing, e tha Ylberi që shtohen gjithmonë buxhetet edhe ndonjëherë kur nuk janë të planifikuara, mendon se vitet e fundit rikthehet në fitim për kompanitë? Pati nga klientët që ke dhe si është bërë analiza e fushatave? Ideja ashtu që duke qenë se fund viti ka shumë oferta dhe patjetër dhe tregu është i mbushur me informacion, gjithë bin spote etj. Domosdoshmërisht lind nevoja që shumica kompandive të shpenzojnë dhe më shumë për të dukur, për të bërë sponsorizime, për të bërë promovime, për të bërë spote etj. Duke përfshirë dhe gjithë magjinë e festave, patjetër që kjo rikthehet edhe në benefit, sepse shumica e klientëve konsumatorë presin ato ofertat, po themi më të mëdhaja, të cilat përgjithsisht nga vetë konsumatorët janë në fund vitit dhe presin në momentin e dur që ta bëjnë atë shpenzim dhe ndonjëherë e justifikojnë me veten e tyre sepse kanë kapur dhe ofertët më të mirë. Prandaj dhe buxhetet rriten dhe besoj dhe fitimi dhe kthimi brapsh patjetër që është shumë e mirë. Kompanitë të ndryshme për shembull kanë ndjekur edhe që nuk janë prezent ndoshta në pjesën e festave të fundvitit që nuk ofrojnë, zgjedhin spote pikante në thonjza, do marr një shembull, nëse kemi lidhje me Home ose diçka, për t'u ngelur në mendje të gjithë konsumatorëve në festat e fundvitit. Mund të marr rastin që vjet për shembull është të bërë një spot televiziv i bukur kur gjithë familja, gjyshrit, fëmijët gjithë mblidhen bashkë, për shembull vitin që vjen marr një kaos tjetër kur kanë larg familjen, çfarë ndodh në tryezën kur nuk i kanë bashkë, pastaj një vit tjetër kur ke humbur dikë që nuk është më mes jush si shkon fundviti për të ardhur sa më ngrohtë të gjithë njerëzit emocionalisht, historitë që bashkojnë njerëzit dhe patjetër thithen që markat fiksohet nëpërmjet këtij spoti dhe njerëzit të rikujtojnë edhe pas fundvitit atë me nostalgji atë lloj spoti që ka ardhur në televizion, rrjetet sociale ose kudo që tjetër. Po shumica kompandive bëjnë dhe direkt oferta, domethënë pavarësisht këtyre spoteve shumë të bukura që mund të jenë emocionale etj. Po, investojnë më të mëdha jetën dhe direkt tek ofertat, të ofertat më të mëdha, ofertat e fundvitit, ofertat e Krishtlindjeve, ofertat e vitit të ri, sepse normalisht kalon viti i ri, pastaj buxhetet zerohen, fillon dhe nga e para, fillon dhe një ristrukturimi nga e para, kështu që mendoj që fundi i vitit është mënyra më e mirë për të kapur gjithë blerësit. E qartë, po, mendoj që ka marrë edhe një bizneset, kanë marrë edhe duhet qenë që Black Friday është shumë afër me festat e fundvitit, kanë marrë një vëmendje kaq të shtuar, siç e tha, edhe pak më përpara kanë marrë një vëmendje shumë të shtuar për uljet. Pra gjithë njerëzit, duke marrë edhe Europën, Amerikën gjithë me radhë, mendojnë që vetëm Black Friday ka uljet më të mëdha. Edhe në fakt varet dhe shumë kompani atë e bëjnë në Black Friday. A janë të vërteta këto uljet apo? Në shumë kompani jo, në disa kompani janë realisht reale. Unë kam dëgjuar që edhe shumë kompani e rrisin çmimin e produktit vetëm për të thënë pastaj që ke kaq përqind ulje vetëm për të ulur. Po që përgjithsisht si tipologji, domethënë sidomos në Europë, Black Friday është momenti shumë pritur, po themi është momenti kulminant i vitit. Kurse në Shqipëri nuk është Black Friday, është patjetër janë festat e fundvitit, Krishtlindjet dhe viti i ri, ku njerëzit presin gjithë, familjet presin gjithë që të bëjnë ato shpenzimet familjare dhe emocionale. Varet gjithmonë nga tipologjia e biznesit. Adela? Varet shumë nga sektori. Për shembull, gjatë eksperiencës tonë kemi bashkëpunuar me biznese të ndryshme dhe për shembull ka pasur një klient i jonë i cili në shitje më të madhe nuk e bënte në dhjetor, por e bënte në tetor. Sepse thoshte, shiko, pajisjet e mëdha njerëzit nuk i blejnë në fund vit. Në fund vit duke qenë se blejnë për shumë njerëz. Pra, blejnë për Klaudian, blejnë për motrën, për vllajin, për tavolinën e darkës në vitit, për fëmijët, blejnë për shumë. Dhe në momentin që blen për shumë, ti blen gjëra të vogla. Dhe investimet e mëdha në shtëpi ti nuk i lë për në fund vit. Për dy arsye mendoj unë. E para sepse ka shumë gjullurdi. Dhe në momentin që ka gjullurdi ti nuk je aftë të marrësh një vendim të ftohtë të saktë për produktin. Tipologjia ime e biznesit për shembull, unë kam gjithmonë Black Friday që e kam një nga gjërat më të rëndësishme. Edhe nga eksperjenca jonë, domethënë 28-29 nëntor dhe 25 dhjetor janë dy momente po themi më kyçe që pothuajse shumica më e madhe bizneseve përfitojnë dhe bëjnë uljet ose marrin edhe feedback nga gjithë përdoruesit dhe nga gjithë konsumatorët. Unë jam edhe pak kundra këtyre uljeve të vazhdueshme, sepse nuk është se në Shqipëri për shembull kemi ulje vetëm për Black Friday. Domethënë këtu Black Friday bëjnë edhe në qershor. November Friday ka pa një tjetër unë që po që ishte çdo festë mund ta përkthesh në ulje. Se është një arsye më shumë për të bërë një ofertë. Por ti në këtë mënyrë mëson edhe klientin tënd që
Për çfarë duhet ta bëj tani se ulja ka gjithmonë? Po, a është reali kjo ulja që është gjithmonë? Ulje 70% apo 80% dyshoj që janë gjithmonë reale, sepse thjesht të rreshin njerëz dhe nuk është se duhet edhe njerëzit të besojnë shumë. Tani edhe ne vetë tipologjitë e bizneseve kur ndajmë këtë që sapo the, kemi bërë gjithë planifikimin e gjithë vitit për buxhetin që do ndajmë, planifikojmë dhe fushatat të cilat do përqendrohemi për qofshin për ulje, qofshin për çfarë do lloj gjëje. Normalisht nëpërmjet gjithë bizneseve që ka një qendër tregtare, nuk e di, të ndryshme, një grup biznesesh, ndahen edhe uljet më të mëdha të vitit. Për shembull Black Friday me ulje më të mëdha të vitit. Për korporatat kanë fushatat mirë përcaktuara. Të mirë përcaktuara dhe por në këto futen të gjitha bizneset, mund të jenë, pra ka Black Friday dhe farmaci. Po, kanë filluar edhe, po. Në dyqan veshjesh, këpucësh, në të gjitha kategoritë, kështu që për këto ka një dyshim, ose ka likuidim total, që ndeshemi shpesh me këto, se dyqani po mbyllet, dhe pra dyqani është hapur. Të mos i ndajmë dhe të mos i parajgjykojmë. Jo, absolutisht. Se jo domosdoshmërisht dikush që është më i vogël, është më pak i sinqert se sa një korporat. Sidomos tregu shqiptar që me çfarë nuk është hasur, kështu që nuk duhet të ruhesh nga gjitha. Duhet të ruhesh nga të gjitha anët. Por duhet edhe të krijosh edhe ti brandin tënd. Pra, biznesin duhet të krijoj brandin e vet, që ai klient të mos jetë një klient uljesh, sepse një klient që blen në ulje është një klient që në të shumta, sidomos për blerjet online, që në të shumta rasteve ai as nuk e mban mend ku e ka bler. Me gocat ndodh rëndom, sidomos në veshje. Sa i bukur ky kostumi, ku e ke bler? Prit, shof çik të mesazhet, shkruajnë kostum ose shkruajnë fustan. Ne meshkujt nuk ndodh, ne mbajmë mend gjithmonë. Ne blem rrallë. Ne blem rrallë, po. Ideja është këtu që shumica sidomos dhe vajzave që blejnë e kanë të blerjen emocionale ose duan të kapin një ofertë dhe prandaj nuk e mbajnë mend. Po e rëndësishme është që tregu në Shqipëri nga gjithë fushatat e marketingut është edukuar që ne do të blejmë vetëm kur kemi ulje. Dhe duke qenë se ne do të kemi ulje, sepse uljet janë çdo javë dhe çdo muaj, duke qenë se është kjo gjë, kjo mendësi, domethënë, prandaj dhe kompanitë tani duan s'duan duhet bëjnë gjithmonë oferta, gjithmonë ulje që të ketë një call to action, pra të ketë një ndërveprim. Është një lloj edukimi. Po, është krijuar ky perceptim, dhe tani është shumë e vështirë që ti të krijosh një fushat dhe të mos kesh një ulje, të mos kesh një datë fillimi, një datë mbarimi, sepse nuk merr të njëjtin rezultat thjesht sikur të bësh të flasësh për emrin dhe të flasësh për benefitet e produktit. Pra, ka dallim të madh në kthim mbrapsht. Shumë biznese i ka detyruar dhe konkurrenca, sepse ndonjëherë duke parë konkurrencën që vazhdimisht është me një ulje me gjithçka, sepse rroft konkurenca për gjithë klientët. Për gjithë klientët, patjetër. Edhe pastaj shumë biznese dhe korporate janë detyruar që shpesh herë dalin thjesht me ulje. Vërtet, madje mundohen të kenë edhe informacion për produktet. Patjetër. Se cilët sektori do jenë në ulje. Për shembull ti përmend dekorin, nëse është dekorin ulje, kush do të jenë produktet edhe a do të synojmë aty apo do plotësojmë gamën. Pastaj varet nga strategjitë. Nga strategjitë gjithmonë. Gjithmonë varet nga strategjitë dhe gjithmonë dhjetori, për ne që merremi ne gjithë që merremi marketing, është muaj më i lodhshëm se xha kemi punuar më përpara për dhjetorin, por në dhjetor po punojmë dhe për gjithë vitin pastaj që vjen. Kështu që edhe është momenti i fundit për të kapur targetat e gjithë bizneseve që drejtoni marketingun, e vërtet se shumë e lidhur. Doja të pyesja Adela për gjithë klientët tuaj që ju menaxhoni e-commerce-in. A kanë produkte të shportës që qëndrojnë aty dhe presin Black Friday apo fund vitin për t'u bler më pas? Apo nuk mund ta shikoni si statistikë këtë? Patjetër që ne shikojmë se sa produkte njerëzit lështojnë në sport, por nuk e përfundojnë blerjen, ose sa produkte ata kërkojnë, por nuk e çojnë në sport. Kjo është e mira e të paturit një website e-commerce, ndryshe nga për shembull nga një dyqan fizik, sepse ti në një dyqan fizik duhet të jesh shumë vigjilent, shumë procese në mënyrë që të bësh të kesh data, ndërkohë që në një e-commerce ti datat i ke aty. Pa ti shikon sa përdorues ke sa përdorues të kanë ardhur, nga të kanë ardhur, sa nga këta janë returning visitors dhe sa nga këta janë klientë të cilët të rikthehen. Ky është çesi ku secili nga ne duhet të t'i bëj push. Ne bëm një eksperiment me një e-commerce që neve menaxhojmë dhe i cili po është në parafarmaci dhe kishim buxhete shumë mëdha përsa i takon fushatave në social media. Dhe e cila kosto e arritej akoma më tepër për faktin që Meta në Shqipëri nuk ka një NIPT. Kështu që proceset e autofaturës gati e çonin edhe një herë më shumë atë buxhet të cilin ti shpenzoje. Kështu që vendosëm të bënim një bet edhe të përgjysmonim buxhetin dhe të shikonim se sa realisht ne kishim klientë të cilët ishin mësuar të blinin tashmë në platformën tonë. Aty
çdo porosi bëhet në website, asnjë porosi nuk bëhet me mesazhe. Dhe rritja ishte vetëm rënja ishte vetëm me 20%, që do thotë në një vit ne me atë website apo me atë brand parafarmacie kishim arritur që të ngrinim një brand që njerëzit të riktheheshin për të bërë blerje. Produktet janë të zakonshme, i gjen kudo. Kudo, në çfarëdo lloj farmacie, kudo ku ti kthen kokën, në plot platforma të tjera. Ajo çfarë bën diferencën është mënyra se si sepse është edhe pak fakti që njerëzit tani një ritmi i jetesës është më i shpejt. Dy është fakti që nuk kanë shumë qef që të bashkëbisedojnë dhe kjo është një tjetër që ti ndoshta ta naftosh për një temë tjetër më psikologjike, e kanë humbur pra këtë dëshirën për të ndërvepruar me njerëz të tjerë. Dhe fakti që bëjnë të pavarur në telefonin e tyre të gjithë procesin dhe marrin vetë vendime se çfarë mund të bëjnë, ose për shembull argëtohen, futen për një produkt dhe aty brenda pastaj në sport shtojnë edhe 10 të tjerë, e rrit shansin e blerjes. Dhe ne kemi pasur edhe ordra të cilat pas gallat, domethënë, që dhe adresa ishte për shembull ndodhem si për kësaj farmacie. Dhe ti thua dhe nga një qytet tjetër që duhet priste vetë nesër për ta marrë ordrin, ndërkohë që e kishte poshtë. Domethënë kjo është ato historitë e suksesit që thua po unë nëpërmjet punës time kam ngritur një markë e cila ecën vetë pa pasur nevojën e Mark Zuckerberg. Sepse pjesa më e madhe e bizneseve dhe sidomos ato që i më shumë uljeve dhe shitjeve momentale, janë ato të cilat janë totalisht të varura nga fushatat. Dhe kjo është fantastike pastaj në kohë festash, që gjitha produktet që mund të jenë në sport, menaxherët e e-commerce-it mund t'i dërgojnë uljet për katse, nuk ka nevojë të bëj trafik, radhë dhe të tjerë edhe. Patjetër, sepse ti e shikon se kush cilët janë ata. Pra ti fushatat tona janë gjithmonë të targetizuara, edhe për klientë të cilët nuk kanë, le të themi, një website e-commerce, por e shesin produktet edhe në forma të tjera. Por janë akoma më të targetizuar tek ato që kanë një website e-commerce. Ti nisi fushat për ata që të kanë lënë produkte në sport, ti nisi një fushat apo një notification tek ata njerëz që shikon se për çfarë kanë kërkuar. Ti ja shfaq reklamën atyre njerëzve që kanë shkarkuar aplikacionin, sepse dikush që të ka shkarkuar aplikacionin dhe ka zënë memorie në telefonin e vet, dhe të gjithë dim se sa vuajnë njerëzit për memorie, ka zënë memorie në telefonin e vet për të shkarkuar aplikacionin tënd, ai është një klient i jot i potencial. Dhe pastaj ti duke pasur një website e-commerce, ti futesh lehtësisht në një fushat remarketingu në momentin që e viziton një herë. Në momentin që viziton një herë, pastaj neve nuk të ndahemi më pastaj. Le të themi dhe le të bim gjithë dakord që për fund vit gjithë bëjmë blerje të nxituara, emocionale, çfarëdo lloj gjëje, është e bukur dhe kjo pjesë. E vërtetë është, e lidhur me atë që tha Adela, mesazhi më i bukur që të rikujton për shembull që ti ke lënë një blerje për gjysmë është nga Booking që të thotë hey, ky udhtim nuk do të bëhet book vet. Kështu që është fantastike, ti thjesht e ke parë dhe akoma nuk e ke futur as në favorites, po prap ka mesazhe që e-commerce nuk e shmang. Mirë, ne në pjesën e dytë të programit do të kemi mundësi të diskutojmë atë që Ylberi tha pak më parë, që ne blejmë më shumë, po sa bujar janë shqiptarët për blerë gjatë festave, pas publicitetit.